Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka njoftuar se pas miratimit të vendimit që mundson vijimin e procesit të kompensimit financiar për ish-pronarët, pasuritë të cilëve janë zënë nga ndërtimet e legalizuara, pritet që me këtë zhvillim të rëndësishëm të zgjidhet përfundimisht çështjet e pronësisë. Ky vendim përbën një hap konkret drejt vendosjes së drejtësisë pronësore dhe garantimit të sigurisë juridike, duke krijuar balancë të nevojshme mes të drejtave të ish-pronarëve dhe nevojës së banorëve për të formalizuar pasuritë e tyre. Përmes tij, jo vetëm që pritet të kompensohen pronarët e prekur, por njëkohësisht u jepet mundësia banorëve të pajisen me parcelën ndërtimore për objektet e tyre, duke mbyllur një proces të gjatë pasigurie. Në kuadër të këtij vendimi, 1.1 miliard lekë janë vënë në dispozicion për kompensimin financiar. Janë 101.000 metra katror sipërfaqe që përfshihen në proces. 437 pasuri trajtohen me kompensim dhe 395 banor përfitojnë mundësinë për të pajisur me parcelë ndërtimore. Ky është një moment kyç në përmbylljen e proceseve të legalizimit dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës thotë se pas votimit në fletoren zyrtare, emrat e përfituesve do të publikohen edhe në faqen zyrtare të kësaj agjencie. Sipas saj, ky është hapi drejt konsolidimit të së drejtës së pronës dhe ndërtimit të një sistemi më funksional.